Në një postim të ngarkuar me ironi, metafora dhe vetë-reflektim, Kimete Berisha i është përgjigjur me stilin e saj karakteristik komenteve dhe paragjykimeve që janë bërë për qëndrimet e saj politike. Ajo shfaqet si protagoniste e një satire të shoqërisë, duke ironizuar etiketimet që i vjen grave dhe mënyrën se si politika përpiqet t'i fusë në korniza. Përmes humorit të zi dhe tonëve poetike, Berisha e përshkruan veten si komandante e ndjenjave, duke nënvizuar se liria individuale dhe mendimi i pavarur janë më të çmuar se çdo kompromis politik që mund t'i kërkohet. Statusi i saj është një reagim që ndërthur krenarin, sfidën dhe artin e fjalës, tipike për stilin e veçantë publicistik të Kimetes. Tradhtarja e çajit të zi, PDK-ja nuk lodhet, me dash sonte na çon në luftë qytetare në bardak të çajit. Unë siç u zbulua në një çajtore buzë flamurit të shqyer nga dashuria, i pas kam shqitur interesat kombëtare tek Albin Kurti, pa më pyetur bile, por për fat, më shumë më quajnë biç, pak më pak kërcënojnë ta likuidojnë këtë bukuroshe, në mes në një të falananës, po unë nuk ndjej. Ndjej, por si komandante e ndjenjave, s'më lejohet të thellohem, kështu janë shqiptarët, grati për zën nga shtëpia sapo ta gjejnë një dashnore, ndërsa mua s'më lën as të marr çiften e të dal në gjah. Ata e din se mua nuk më pëlqen kur më turren, por ata se din se mua më pëlqen kur kundër turrem, sepse jeta pa liri individuale është ik. E dashuria, u kam treguar është shpike e letërsisë, megjithatë unë i them PDK-s, shqyrtoni mundësinë, lidheni qenin, se s'ka kuptim, jam femër e gjysmë dhe zor jam krijuar, vetëm dhe gjyna, sua fal populli, sua fal motherfuckers. Nga dritarja më thërasin, hajde Kimi hajde, se ata se din moj që unë jam tradhtare. Nëse qeshni, dijeni se këtë perlë autorja e shkroi në gjendje të nervozuar, shpreh me ironi Kimete Berisha.